Mirëmbrëma, mirë se vini në Living Day. Sot do të flasim për një fjali që e kemi dëgjuar që fëmijë. E bëra për ty. Një fjali që për disa është shenjë dashurie e thellë, ndërsa për disa të tjerë tingëllon si një kusht. Në disa raste nuk e dallojmë dot nëse është presion emocional dhe një mënyrë kontrolli për zgjedhjen e fëmijëve. E bëra për ty. Është një fjali që sot do të ngrej shumë pyetje. Do ta diskutojmë këtë moment në kulturën shqiptare me një panel shumë simpatik. Kam kënaqësinë të mirëpres në studio Etleva Treska, eksperte ekonomie. Etleva, përshëndetje, mirë se vjen. Po hy direkt në temë, pyetje e shkurtër, përgjigje me një fjalë. E ke thënë ndonjëherë apo jo? Ja ke thënë fëmijës ndonjëherë apo jo? Këtë e kam bërë për ty. Jo, nuk mundem t'ja them. Nuk ja ke thënë asnjëherë. Nuk mundem t'ja them, se nuk është shprehje që dua t'i vras, sepse i lëndoj shumë. E lëndon fëmijët. Të ftoj të reatohesh dhe mirëpres Rovena Rozhani, gazetare, shkrimtare. Rovena, shumë kënaqësi të mirëpres në Living Day. Mirë se vjen. Kënaqësi që gjej. E ke thënë apo jo ndonjëherë? E bëra për ty. Rëndësishme e kam thënë, por jo në ato ku mendoja që mund të ishte si kusht. Kështu që është relative. Por edhe e ke thënë ndonjëherë, pa i rënduar fëmijët. Jo, absolutisht. Të ftoj të reatohesh, pas kemi shumë për të folur për këtë temë. Bujar Zhuri, Sipërmarrës. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini në Living Day. Përshëndetje dhe mirë se ju gjej. E keni thënë ndonjëherë që e kam bërë për ju? Duhet të jeni mirënjohës. Jo tamam e kam bërë për ju, por e kam bërë për ne. Kështu po, domethënë, për të gjithë. Pra, e kam bërë për familjen? Po. Jo, dhe tigullon pak më butë. Po, është e vërtet. Të ftoj të reatohesh. Shumë faleminderit. Dhe mirëpres Doloreza Rapollari, ekonomiste. Mirë se vini në Living Day. Mirë se ju gjeta. Kënaqësi t'ju mirëpres. Si jeni? Mirë. E keni thënë ndonjëherë si fjalë? E kam bërë për ty këtë gjë. Kam sakrifikuar për ty. Jo, po e kam thënë ndryshe. Si? E kam thënë që lum ju për mamin që keni. Sa mirë ja u pas ke thënë, sa bukur edhe sa but. Pra, në këtë panel e keni thënë në mënyrë të moderuar, ndërkohë Etleva nuk e ka thënë asnjëherë. Por, për hir të së vërtetës, është një shprehje që në Shqipëri duhet ta pranojmë se jemi rritur, duke e dëgjuar. Ndoshta jo drejt për drejt nga prindrit, ose e kanë thënë prindrit tuaj, por ju nuk a thoni fëmijëve tuaj në këtë formë. Por është një shprehje që e dëgjojmë rëndom. Nuk kam shkuar në shkollë për ty, nuk i kam ndjekur dot ëndrat për ty, po e bëj këtë investim për ty. Shiko, së pari ne duhet kuptojmë mënyrën se si konceptojmë ardhjen e fëmijës në jetë. Për mua fëmija është dashuri pa kushte, më është dashur që të më vi fëmija i parë mbas 10 vitesh, mbasi kisha humbur 5 fëmijë të tjerë, kështu që pjesën e dobësisë më tepër se sa prindit e tjerë do ta kisha normalisht, por do doja që të arrisja ndryshe nga si më kishin rritur prindit e mi. Jo se ishin gabim në këtë pjesën, por doja jo vetëm t'i laja, t'i shplaja dhe t'i ushqeja, po të kuptoja dhe psikologjinë e tyre. Dhe në momentin më të parë kam marrë ndihmesën nga një psikologe e mirënjohur që merret me pjesën e fëmijërisë dhe ndërkohë fillova të lexoja librat. Pra këtë shprehje e bëra për ty e shikon si jo si shprehje dashurie të prindërve shqiptar, po si presion. Fillova të kuptoja psikologjinë dhe gjërat e fëmijës, se si funksiononte, dhe sa të mençur ishin ato që kur lindin, fillova të ndërtoja një raport ndryshe dhe gjithmonë e betuar, jo siç tradicionalisht do ishin rritur fëmijët. Dhe mundova të psikologjinë e tyre. Por çfarë kuptova? Unë për fëmijët për mua janë dashuri pa kushte. Që do të thotë, duan të jenë shumë mirë, duan të jetojnë sa më të mirë, jo me atë kushtin. Në parim të gjithë prindrit të kërkojnë për fëmijët e tyre. Unë fëmijëve nuk i kam dhënë pritë se kur të vitit lindja, bëj këtë gjë se po e bëre këtë gjë do t'jap këtë gjë se më zhdukur shumë gjë jo e mirë kjo pjesa që të jap një kusht për të gëzuar diçka. Sepse dhe me rritje në moshë ne kuptojmë që shiko tani që jam 50 e ca vjeçe, unë sa do të më japësh lek për udhëtime gjëra nuk e arrit ti përdor dot. Ndërkohë që po ti kisha 30 vjeç do t'i gëzoja. Dhe në këtë moshë që jam, e dua një gjë sot ta blej. Nuk do pres për këtë pjesë. Ajo që duam të kuptojmë përmes kësaj teme. Dhe kjo mentaliteti më solli
që unë mos i them fëmijëve që e bëra për ty. Po ke bërë sakrifica? Ke bërë një sakrificë? Pa fund kam bërë sakrifica, Po. nuk di nga që t'ja them, por të them që isha një fëmijë që kërkoja të dija varet e fëmijëve në përvoreza, në momentet e para, edhe pastaj çfarëdo që të vinte për ato fëmijë, unë isha të merr. Mbaj mend ishte një event në bulevard dhe dikush i vuri dorën vajzës time. Isha gati ta shqyej, e kupton, sepse mënyra se si ma ashu gocën. Nga brenda unë me veten, ndërsa ato duhet të rrisnin fëmijë normal, pa të trysninë e dashurisë time të tepërt, sepse isha unë që kisha atë fatkeqësi, jo ato erdhën në jetë si gjëja më e bukur e imja. Po ndërkohë duhet t'i kisha largë të jetoni shëndetshëm dhe pak të pjesën e kushtit. Dhe për mua në momentin që janë të lumtur, unë e kam bërë për veten time. Sepse unë djem shumë mirë në momentin që ato jetojnë dhe janë me gjitha kushtet dhe standardet që duen, po kam rritur dhe kam bërë dhe 2 njerëz. Këtë e kisha parim. Ke patur humbje të mëdha? 5 humbje të fëmijëve njëri pas tjetrit dhe më pas rritet ndjeshmëria ndaj fëmijëve. Është rritur ndjeshmëria, por e shek si sakrificat i kanë bërë për vete dhe më përkasin mua, thotë Leva, pavarësisht se sa të mëdha kanë qenë, dhe jo të fëmijës apo të fëmijëve të tjerë që do të vinin dhe nuk ka bëra shprehur. për ty është një shprehje shumë interesante që bart brenda saj 2 kuptime. Në një anë bart atë dëshirën prindërore për të treguar që prindi është i gatshëm për të bërë gjithçka për fëmijën e vet, dhe nga ana tjetër është që është dhe një kërkesë llogarie brenda saj. Kur i thua dikujt që e bëra për ty, dhe ti më detyrohesh mua në një farë mënyre që gjëra që ndoshta ti nuk e ke merituar që unë ta bëj atë, por unë e bëra dhe ti duhet ta kthesh në një formë apo në një formë tjetër, në mënyrë që unë të ndihem krenar për atë që bëra për ty. Për sakrificën që kanë bërë. Po patjetër. Pa e lëndon, nuk duhet të lëndohet fëmia. Megjithatë, ne në psikologjinë tonë shqiptare çanojmë shumë kur fjala vjen edukimi i fëmisë. I mësojmë fëmijët që të marrin shumë pak përgjegjësi. Sidomos edhe familje që kanë një gjendje të mirë ekonomike, i arrin që të afrojnë për fëmijët e tyre, domethënë gjëra që nuk i meritojnë. Blerja një makine, domethënë që është e pa e merituar, ose blerja e një dhurate që është e përmasave në shtëpi për shembull, që është e pa merituar. Personalisht, duke qenë se unë kam ndarë jetën midis Shqipërisë, Tiranës dhe Oslos, edhe dua të them që jashtë kisha një kolegen time, duke qenë se unë kam punuar dhe mësues në shkollë në Norvegji, e pyesja, kishin djalë të vetëm. Edhe djali i saj jetonte në shtëpi me to dhe paguante qira. Edhe i thosha, pse paguan qira djali juaj në shtëpinë tuaj? Pa perceptueshme për realitetin shqiptar kjo gjë. Dhe djali vetëm, edhe shtëpinë ai do e marri. Dhe këto para që ai paguan, ai do i marri. Por ai duhet edukohet që në çdo segment të jetës që është, çdo gjë ka një taks, ka një detyrim që ai okej, ja jemi ne. Po të mos ishim ne, do jetonte diku në një vend tjetër, do paguante. Ai duhet edukohet me këtë gjë. Edhe një tjetër miki imi norvegjez. Nordik në këtë pikë nuk bëhemi dot bujar. Jo, dakord. Ky është një mesazh. Ky është një mesazh. Për shembull, një mik im tjetër kishte 3 skafe dhe kishte një obor, kishte një pishinë në shtëpinë e brendshme dhe 2 djem që kishte ai, vetëm 2 djem, dhe u thoshte sa herë që ju keni nevojë për para, o do lani skafet ose do korrni barin e shtëpisë e tjera. Domethënë do bënin një punë, sepse nëpërmjet punës ti e meriton diçka. Mos merr gjëra gratis, mos merr gjëra që të durohen në mënyrë fiktive, kur ti ke mundësi të fitosh ato vetë. Do të edukosh fëmin me mundësi që ai të krijojë vetë të mira materiale, aq sa i mundet. Sigurisht që prindri ka dëshirën shumë të madhe ta mbështesë fëmin e tij, ka dëshirën që fëmia të marrë gjën më të mirë të mundshme, por jo të kaloj atë që quhet, ne i themi, përmasa, ku ai zhvishet pasaj nga ana shpirtërore dhe njerëzore, sa që thot, unë babai ose nëna kanë detyrim ndaj meje.
Jo, nuk kanë detyrim. Por i moshë 18, ai është i përgjegjshëm për moshën e tij, ai mund të studiojë, mund dalë jashtë familjes, mund të shkojë në perëndim apo diku gjatë këtë. Ai duhet të krijojë vetë çfarë mbështet është një gjë tjetër, por jo gjithmonë. Dhe kjo unë mendoj që shpreha ka dy kuptime. E rëndësishme është që prindit shqiptar në përgjithësi duhet të kuptojnë që fëmia duhet ta meritojë një gjë, pastaj të t'ia afrosh atë. Dhe në këto kushte po thua nuk do t'jetë e nevojshme që ta thuash këtë sakrificë të madhe e bëra për ty. Absolut. Biles mendimi im është që kjo gjë nuk duhet të thënë që e bëra për ty, por bën një sakrificë, bën një ndihmë, jep një kontribut dhe nuk duhet ta përmendësh më. Mendimi im është, para se do me thënë të dalësh te kjo që unë e bëra për ty, në radhë parë duhet që prindi ta edukoj fëmijën në mënyrë të tillë që gjatë gjithë jetës mos detyrohet t'ia thotë ato fjalë. Sepse ato dalin. Do me thënë, zonja sa nuk e kam nxjerr ndonjëherë, unë e kam nxjerr. Kam bërë sakrificë për ty se unë jam martuar dhe 17 vjeç dhe është sakrificë shumë e madhe të rrisësh një fëmijë në vit të 4 në gjimnaz. Dhe mendon në kohën e diktaturës, se vajza ka lindur në 83-shin, do me thënë ishte tani, do thoni që vete bëre, nuk ta kishte fajin fëmia, po duke u lodhur prindi, edhe shfryn pak. Do shfry. Tani, te edukimi i fëmijës e kam fjalën për prindi duhet krijojë një lloj balance. Do me thënë, mes autoritetit që duhet ketë fëmia dhe asaj hapësirës së lënies së lirë. Ajo duhet jetë një balancë që është shumë e vështirë të arrihet, po me përpjekje arrin deri diku që ti krijosh fëmisë ato kushte që nesër mos detyrohesh ti thush se unë e bëra për ty kur të kthehet mbrapsht me një gjë që nuk të pëlqen. Kështu që po që për t'ia thënë, ja kemi thënë. Është, do me thënë, ko ta mohojmë që s'ja kemi thënë, sepse vjen momenti që dhe je mbushur, je lodhur, streset e punës janë shumë arsye, por unë i dua shumë vajzat e mia, unë vajza kam, i dua si gjithë nënat. Ti keni me ishte gjatë. Dhe nëna është forca që nuk dorëzohet kurrë. Pa hequr baballarët, do me thënë, dhe peshën, dhe rolin, dhe vlerën. Të gjithë dorëzohen, vetëm forca e nënës nuk dorëzohet, se buron nga dashuria. Do me thënë dhe një fëmijë që duhet ta kuptoj nënën dhe duhet ta kuptoj, flas në një moshë që kupton, nuk duhet ja marri kur për tërë, edhe kur ti thot një herë që unë e bëra për ty. Kur e ke thënë këtë fjalë? E ke kafshuar gjuhën më vonë, ke thënë po pse thash? Dëgjoj, kam pas kurajon që i kam kërkuar dhe falje. Ashtu? Po, ju betohem për këtë. Do me thënë, mund të ketë qenë vajza 14 vjeç dhe i kam kërkuar falje për një fjalë të rëndë që i thash. E mendova gjatë, ajo u zverdh kur ja thash dhe e mendova gjatë edhe bëra gabim, thash dhe e thira dhe i thash, mami të kërkon falje. Më ke falur, i thash? Po, tha, të kam falur. Do me thënë, kështu arrita t'i rrisë dhe kemi kryu një marrëdhënie që edhe kur i bërtas ndonjëherë, edhe kur i shkund ndonjëherë, se i shkund dhe tashi, që njëra është 43, njëra është 35, i shkund. Nuk heq dorë nga shkundja? Jo, nuk heq dorë nga shkundja. As nga të thënit që i shkund? Jo, nuk heq dorë, por nuk ma kanë marrë kur për ters. Dhe janë shumë krenari që më kanë mua mamë. Mendoj që fjalët e nënës, sidomos të lodhur edhe t'inatosur, nuk merren asnjëherë për bazë. Fshihen, harrohen, nuk ka, domethënë sado që edhe fëmia vet nga marrëdhënia që ti krijon, në momentin e parë mund të jetë i prekur, ashtu si dhe fëmia mund të revoltohet, po shkundja lë gjurmë. Unë nuk e di për çfarë shkundje po flasim, po fal bujar. Nuk e di për çfarë shkundje po flasim, po se ne kemi kuptuar se i rreh vajzat i rreh. Kështu e morën. Nuk e di kur i rria 3 herë në ditë. Ishte but bujar? Shkundja? Si ishte? Mirë ishte. Pa problem, nuk e kam dëgjuar për penalitet. Dakor. Më ka penalizuar bujar. Nuk ishim në rrjetet sociale, po mendoj që kjo është reciproke, edhe fëmijat e kalon cakun, edhe prindit e kalon cakun në momentet e një komunikimi të
vështirë, të një situate të vështirë, të dyja palët janë njerëz, do thua prindi është më i rritur, por prindi nuk është i pagabueshëm. Prindi ka nerva, ka mish, ka gjak, do reagojë dhe mund të jetë i lodhur nga një ditë pune, mund të ketë shumë strese të tjera në ato momente që fëmia nuk e di, dhe fëmia sigurisht ka problematikat e veta, dhe unë them që gjithmonë në një grindje në familje nuk ka, le të themi, të humbur, përkundrazi, ajo të bën mirë, sepse ke nxjerr diçka për cilën vërtet mund të kërkosh të falur, por ndoshta ke nisur një komunikim mbi një problematikë që ti nuk e ke hapur ndonjëherë. Ke nisur qoftë edhe të kuptosh që nuk e komunikuar mirë me fëmijën tënd. Dhe kjo është, unë e shoh shumë të shëndetshme këtë pjesë. Edhe momentin që do shfrysh në një moment caktuar, sigurisht jo për dhunë edhe për qoftë psikologjike, qoftë fizike, nuk them për këtë pjesë, por në një moment diku njeriu dhe nuk mban dot dhe e lëshon ndonjëherë gojën. Përgjithsisht unë nuk kam thënë që e kam bërë për ty në situata serioze, domethënë gjëra që janë vërtet serioze për të diskutuar, përkundrazi kam ndar jetën time dhe në momentet e caktuara këtë po e bëj për ty, pra, të kalosh orë të gjata në punë për të patur një mirëqenie të caktuar. Dhe fëmia të kërkon llogari, mami ku je në një moment, dhe ti thua po unë më duhet të punoj, se më duhet të fitoj, se po e bëj për ty, apo jo? Ajo arrin në momentin që nuk ja ke shpjeguar fëmijës. Në qoftë se ti ke shpjeguar fëmijës që do të shkosh të punosh, se është mirë të punosh, sepse do të jetë ndoshta qoftë edhe përkohshme, do duhet që të bëhet kjo sakrificë, sepse dhe babi punon, sepse kjo është situata, se ndoshta do të bëjmë diçka më të mirë, se duam të investojmë diçka, apo se duam thjesht kemi një stabilitet ekonomik. Në momentin që në varësi të moshës që ke fëmijën, dhe të komunikimit që ke me fëmijën, ti gjen formën për ta komunikuar, për ta thënë këtë gjë, atëherë fëmia krijon një lloj mirë kuptimi, edhe pse kur duke qenë i vogël nuk do të jap në një aprovimin. Por kemi bërë ato gjërat e tjera, diku i kemi marrë fëmijët me vete në punë, diku kemi bërë në një orë kemi sajuar një xhep të vogël kohor për veten, diku ka sakrifikuar bashkëshorti, ka ardhur me vajzën aty se kam qenë dežurnë deri vonë në televizion. Edhe në atë një orë që montazhierët e kanë pasur shumë qartë dhe kanë thënë ikrove, na s'ka problem se ne mbyllim vetë këtë, unë kam ikur dhe jemi takuar. Do të thënë janë disa gjëra të cilat vajza ime për shembull i ka parë vetë dhe nuk është se ka qenë e nevojshme që unë t'ja tregoj të pjesë ose t'ja shpjegosh. Sakrificat e tua si prind. Dhe kur unë edhe kur unë kam gjëra të cilat kanë ndodhur përpara se ajo të lindte, i ndaj me to, por nuk i ndaj në formën e pendesës. Nuk i ndaj në formën, si kur unë të kisha vajtur në një nga ato 3 fakultete që më dolën, jeta ime do t'ishte kështu. Absolutisht fare. E thot vetë fëmia kur ti ja tregon, thot, po mami, po ti pse nuk i hike? Ky ishte vendimi im. Kaq. Dhe në këtë moment, kur ti nuk e shikon vetë me peng apo me pendim një veprim që ti ke bërë në të shkuarën, nuk ka se si ta shikoj fëmia dhe nuk ka se si ta rëndosh fëmin me atë vendim që e ke marrë ti. Kur i thua ky është vendimi, qartë për vendimin që ke marrë ti e pa kushtëzuar, atëherë nuk e rëndon as fëmijën duke i thënë një fjalë. Duhet të kalojmë në publicitet vetëm nëse keni ndonjë fjali secili dhe shkojmë në publicitet. Jo më vonë se dje. Po. Unë bëj 2 punë. Përveç punës shtetit, punoj dhe në një punë tjetër part-time. Dhe dje më doli dhe një variant tjetër për të bërë dhe një punë tjetër. Dhe i them vajzës, sa i gëzuar jam që do punoj prap, edhe një punë tjetër. Pse? Sepse dua që mbesat, vajzat e vajzës, do t'i mbaj vetëm unë tani. Tani jam bërë me 3 rroga, do t'i mbaj vetëm unë. Kjo nuk do të thotë që unë i thash asaj që tani unë po bëj 3 pune dhe po t'i mbaj vajzat. Më thënë nxora nga ajo dëshira e madhe që unë do bëja edhe një punë tjetër, që ato vajzat asaj mos i mungoj asgjë. Për këtë fjali Bujari do të kritikoj në publicitet. Ja do t'i them.